diçka që banorët edhe sot e tregojnë me zë të ulët në fillim të viteve 2000. Në një godinë të vjetër pranë Alidemit, në katin e dytë, ndodhej banesa me numër 12. Një apartament i braktisur prej vitesh, askush nuk banonte atë, por dritarja e dhomës hapej çdo natë. Në të njëjtën orë, 3:11 banorët menduan se ishte era, ose dikush që hynte fshehurazi. Një çift i ri vendosi të kontrollonte brenda. Apartamenti ishte bosh, me pluhur, qetësi dhe një aromë të rëndë myku, por pranë dritares, në mur ishte shkruar me shkumës të zi. Mos e mbyll, ata e fshin shkrimin dhe mbyllën dritaren. Por natën tjetër, pikërisht në 3:11, dritarja u hap vetë me një krisje të fortë dhe shkrimi në mur kishte ndryshuar. Të lutem, mos më mbyll, banorët tregojnë se aty kishte jetuar dikur një bur i moshuar, i cili flinte gjithmonë me dritaren hapur, sepse ndihmonte të merrte frymë, dhe natën që ai humbi jetën. Ora ishte 3:11, sot banesa është rinovuar, por askush nuk ka qëndruar gjatë, sepse çdo natë, kur ora shënon 3:11, dritarja hapet vetë.